Mund të themi që kirurgjia estetike tek disa persona mund të kthehet në mani dhe si veprohet në këtë rast për ta parandaluar, sepse ne kemi dëgjuar edhe raste kur ka patur humbje jete nga ndërhyrje të tepërta të egzageruara. Ka patur. Këtë që thatë këtoj rastin në një modele braziliane që mbanin si Kim Kardashiani në Meksikës, ajo bëri një butt lifting, një ngritje të vitheve me fillersa dhe pësoj një emboli nga fillerset u injektuan ende gjakut dhe shkoj në tromë me emboli bllokim të ende gjakut dhe në digën sta ishte një vajzë 29 vjeçare. Ka patur me pasoja fatale, nuk po themi vetëm për rezultat jo të kënaqshëm, po ka patur me pasoja fatale. Dhe kjo është ajo që duhet dhe diskutohet gjerësisht. Kur duhet bërë dhe a duhet bërë. Është sigurisht relative, por e thash, në qoftë se një person nuk ka shumë për të ndryshuar, nuk e pse insiston apo bësh pjesë e kësaj loje të ti për të ndryshuar. Thjesht sqaroje që ti nuk je për të ndryshuar, pastaj të vazhdoj të shkoj ku të doj. Niku duhet të kuptoj momentin që realisht është për të ndryshuar diçka, për të përmirësuar diçka.